أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلندرojmë Allahun Azza wa Jall, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet që përcjelli Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, a thu vallë kush është ai i pranuar te Allahu Azza wa Jall që ta gëzojmë dhe ta përgëzojmë? Dhe kush është ai i privuar nga mirësia e këtij muaji që ta ngushëllojmë? Kështu thoshin selefët në ditën e fundit të muajit të Ramazanit. Ku lutim Allahun Jalla Jalalu wa Jalla Shanu që Allah Azza wa Jall na ketë pranuar këtë muaj dhe na ketë pranuar edhe neve me gjitha veprat që i jemi munduar që t'i veprojmë. Të nderuar vëllezër, ashtu siç është këtë dunjë, Allahu Azza wa Jall çdo gjë e kalon me afat dhe me ditë të saktuara dhe të numëruara, derisa dhe jetët e tona janë të tilla. Për ata dhe Allah subhanahu wa ta'ala ditën muajin e Ramazanit e emëroi me ditë të numëruara, që të na i ban me dije se ditët e numëruara kalojnë shpejt dhe ja pra kaluan shpejt. Pra a thu vallë çka mujmë të peshperisim njëri tjetrit në veshët e tona nga ky muaj i bekuar i Ramazanit. Çdo njeri nga ne pra është i mërzitur për kalimin e muajit të bekuar të Ramazanit. Mirë po ai në vetvetin e tij peshperit dhe thot, pra kështu është edhe jeta jo një ditë do të mbaron. Sikur ky muaj i bekuar e pat fillimin, ashtu e pat edhe fundin, ashtu është edhe jetët e tona e kanë fillimin dhe do ta kenë një ditë mbarimin, dhe pse do të zgjatë më shumë se ky muaj. Për ata një nga peshperitjet tona që duhet t'ja bojmë vetvetes dhe t'i thojmë, siç kaloi ky muaj i bekuar i Ramazanit, kështu do të kalon edhe jeta jonë. Siç u munduam na në këtë muaj që të përfitojmë dhe të veprojmë, ashtu duhet të mundohemi pra edhe në këtë dunjë, pra në jetën tonë që të veprojmë dhe të kontribuojmë dhe të grumbullojmë vepra. Për shkak se në ditën e fundit çdo njeri do të nalet dhe ta banë një llogari dhe do të thotë a thu vallë netët dhe ditët këtë muaj, orët dhe minutat a thu vallë si mujta mi shfryzu dhe sa mujta mi shfryzu. Kështu në fund të jetës e tij njeriu do të nalet dhe do të thotë a thu vallë çka bona unë tani jetën time. Për ata çdo njeri nga ne duhet që të nalet dhe të thotë vetvetes a thu vallë çka kam përgatitur unë përpara Allahut subhanahu wa taala. Për ata e pyetën sahabët pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë cili është besimtari më i mirë, tha ja Rasulullah, tha besimtari më i mirë është ai i cili thot është e ka akhlakin më të mirë. Dhe cili është tha më i mençuri nga besimtarët, dhe më i mençuri është ai i cili e përkujton vdekjen sa më shumë. Pra i mençuria lidhet me diçka vizionare, pra. Jo ai i cili jeton vetëm për këtë dunjë, por i mençur, shenjë mençurisë është ai i cili pra mendon për të ardhmen e tij, ku do të jetë pra vendim i të ardhmës time. Dhe kjo është pra thot Hamid al-Lifafi, men akthar min dhikri al-maut, kush e shpeshton thot për kujtimin e vdekjes, thot ai do të nderohet me 3 gjëra. Do të nderohet thot me shpejtimin e taubës dhe istighfarit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Do të nderohet thot me të kënaqur me ata që Allah ja ka përcaktuar dhe ja ka dhënë. Edhe do të nderohet gjithashtu, do të nderohet thot me aktivitet në ibadet. Do të jetë aktiv në ibadete.
Pse? Sa i vazhdimisht e ka vdekjen me përkujtim. Hyri një njeri te Ebu Dherri radiallahu ta'ala anhu dhe i tha, dhe po shikon shtëpinë e tij. Ebu Dherri, sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe shkoi njeri për ta vizituar dhe hiri në shtëpinë e tij. Po shikon në të majtë dhe në të gjatë dhe po i thot, çka po shikon? Tha, po shikoj për shkak se nuk paske asgjë në shtëpinë tonë. As orientit shtëpiak, as gjërat ma elementare. Thot, ato i kemi dërguar një shtëpi tjetër. Thot, po më në rregull, mo edhe këtu ku i tjetu, thot, a këton, thot, pa tjetër dush, kesh diçka për tjetuar. Thot, nuk na len, thot, mi jetu gatë, thot, në pronari shtëpisë. Pra ai aludon të pronari shtëpisë Allahu Azza wa Jall, ndërsa shtëpia në dunjaja. E orientit shtëpiake ishin veprat pra. Ai tha se na jemi të preokupuar për të ndërtuar të përhershmën, ndërsa këtu në dunjë thot kjo është diçka shumë kaluese. Këtë dunjë shumë shkaluese. Allah Azza wa Jall tha, ja qaumi innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mata'. O ju popull, thot, vërtet në përmes gjuhës Musa alayhis salam, vërtet kjo dunjë është një vend kalimtar. Wa inna al-akhirata hiya darul qarar, ndërsa ahireti është vendi i përhershëm dhe i kënaqësive. Thot Fudal ibn Iyadi, e pyeti një të moshuar dhe i tha, sa vjet tha ke, tha, o axha im? I tha, kam arrit, tha, 60. Tha, pas ka arrit gati në fundin e rrugës. Ki axha i tha, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tha, po, ama e din, tha, kuptimin e fjalës inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tha, po, tha, se robër të Allah jemi dhe taj do të kthemi. Tha, në qëfëse e din, tha, se të aj do të kthemi, atër dush me dit, pra se do të me qëndru para Allah subhanahu wa ta'ala. Do të me di se do të me qëndru, pra këthimi të Allahu aludon se do të me qëndru para ati subhanahu wa ta'ala. E kush e din se do të me qëndru para ati, do të me di se ka mu pyet, pra ku qëndroj dush mu pyet para Allah subhanahu wa ta'ala. Ka thonë, atëhere këne pyetjeve përgadit ju përgjigje. Tha, të qka është halli, ja Eba Ali, me mu e tha, unë vetëm se kam arrit fund rrugës. Tha, shumë letë, thot, insha Allah. Tha, shumë e lejtë, tha është. Edhe për një më është e lejtë, nderuar për të kthyer te Allahu Azza wa Jall dhe për të përmirësuar vetveten me Allahun Xhalla Xhelaluhu, të mjafton mos me tar shpirti këtu. Dhe të mjafton mos me lind dilli halaka perëndimi. Për me Allahun mu rregullu dhe mu ndërtu të vinë vetëm një çast. Vetëm t'i kthesh atij subhanahu wa taala me pendim të sinqert. Dhe të pendohesh për gjithë të kaluarën. Allah është kerim dhe bujar. Allah nuk hakmerët. Veç e donë sinceritet. Tha shumë, tha e lejtë, tha është me izën e Allahut. Po tha qysh është, tha atër zgjidhja. Zgjidhja, tha është që ta ndërtosh dhe ta përmirësosh tash e ta nejnë. Edhe pse i ki 60. Përmirësoj, tha vetveten dhe rregulloj dhe bahu i zellshëm në adhurim dhe Allahu Xhalla Xhelalu. Inshallah ka me të fale kalumja edhe tashmja dhe ardhmë. Veç tha mjerë, tha në qofë se prish tash e tanejnë. Mjerë në qofë se që regullohës tash e tanejnë, a ki mu marë përgjësi për 60 vitet e kalume. Për Allah subhanahu wa ta'ala. Pra kjo është një përshperitje të nderuar që ti përshperisin vetvetes dhe të thojmë a thu val, edhe jeta jo një ditë ka me kalu si që kaloj mua i bekur Ramazanit. A thu val, që kam përgaditur une për ditën e llogarisë për Allah subhanahu wa ta'ala, ku një ditë do të takojmë melekën e vdekjes, një ditë do të him në varr, një ditë do të ringjalli para Allah Xhalla Xhelalu, një ditë do të na thritet emri jon për me dal para Allah subhanahu wa taala, një ditë do të përgatiten peshorët për të na matur veprat e tona dhe do të na zbulohet çdo sekret çka e posedojmë në zemrat tona dhe do t'i dalin para Allah subhanahu wa taala do të matur. Pra kështu do të kalon edhe jeta jo. Përshpëritja e dytë nderuar është që të kemi kujdes mos jemi adhurues ndaj Allahut vetëm në muajin e Ramazanit. Po shkak se muaji i Ramazanit është vetëm një sezon profitabile për besimtarin, ndërsa adhurimi është ndaj Allahut i cili është i gjallë dhe nuk vdes.
Na adhurojmë Allahun xhelle xhelalu, i cili është i gjallë dhe nuk vdes dhe nuk kalon asnjëherë, nuk mbaron. Për ata të nderuar, Allahu Azza wa Jall e pruni pra një shembull në Kur'anin e Kerim, një njeri nga Beni Israilit i cili është quajtur Balaam ibn Ba'ura. Ky person ishte nga dietarët e Beni Israilëve, shoku më i mirë dhe më i ngushtë dhe më i besueshëm i Musës alayhis salam. Allahu jo vetëm që i kishte dhënë dituri të skajshme, por i kishte dhënë gjithashtu edhe pranimin e duas si keramet, si mrekulli për te. Derisa Musa alayhis salam e dërgoi te një popull i quajtur Medjen, te një vend i quajtur Medjen, te populli i Medjenit, për t'ia kumtuar mesazhin e Allahut Azza wa Jalla atyre. Dhe kur shkoi atje, subhana rabbil azim, kur dërgoi atje, populli i tij pra i than, sa po të paguën Musa alayhis salam, tha në vendin tanë që po e krin këtë vazife. Tha nuk paguën, tha unë paguën pi Allahut xhelle xhelal. Pra nuk jam me rrugë, nuk jam me pagesë këtë davet, po unë e priti pagesën pi Allah, s'po e baj fi sabilillah. Atëherë tha do ta përcaktojmë, thot ti e thot një rrugë, një pagesë nga ari dhe argjenti. Dhe këtu filloi pra sprova e tij. Ajedhan billah. Këtu filloi sprova e tij. Dhe pasi që lakmoi dunjon, pra ai pra refuzoi që të kthehej te Musa alayhis salam. Derisa ka ardhur, derisa thot edhe ai ka shkuar dhe me luftu Musa alayhis salam. Ajedhan billah. E Allah xhelle xhelal tha watlu alejhim naba alladhi atayna ayatina fansalakha minha. Kumtoje ja Muhammed popullit tan se si thot na i dham thot argumentet e tona dhe i dham mirësi njerit nga Ben Israilit, dhe ai pastaj thot e dashi dunjon, pra e shiti ahiretin këmbim të dunjos. Fansalakha minha. Allah ka thujt fjalën insilah, është kur e gjveshni, sigur me e gjveshni petk. Kështu thot i gjveshi thot na imani nga trupi i tij. Kështu e gjveshi thot mirësinë e Allah, që Allah kishte dalluar nga të gjithë. Pra ai e dashi dunjon për ahiretit. Pra nga ky shembull kuptojmë nderuar se Ramazani ishte një mirësi për besimtarët dhe një mundësi për t'u afruar te Allah subhanahu wa taala. Dhe nuk Allah me Ramazanin nuk dashi që na ta adhurojmë vetëm atë në muajin e Ramazan, 11 muaj që ta harrojmë, pra gjveshmi nga adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Gjveshmi nga xhamiet, gjveshmi nga mexhliset e hajrit, gjveshmi nga bamirësia, gjveshmi nga çdo send që na afron te Allahu subhanahu wa taala. Përkundrazi, pra agjerimi ishte një mundësi për ta trajnuar vetveten dhe nefsin ton se si duhet të jemi na gjatë gjithë 11 muajve tjerë me raport me Allahun xhelle xhelalu, dhe një mundësi të njëjtën kohë pra e zbutjeve të zemrave në raport me njerëzit në përgjithësi. Për shpëritja tjetër të nderuar për të mos zgjatur shumë, el-qabul, pranimi i agjerimit. Pranimi i agjerimit. Pra duke lutë Allahun Azza wa Jall që Allah subhanahu wa taala të na i pranon adhurimet, fillimisht agjerimi. Kaluan ditët e agjerimit nderuar, zekat, namaz, duat, dhikr, leximi i Kuranit, vizitat, bamirësitë të ndryshme. Mirë për besimtari mas gjithë këtyre në fund, thot a thu vallë, a ma ka pranu Allah subhanahu wa taala apo nuk më ka pranu. Për shkak se Allah zot ka thonë inma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, vërtet Allah e pranon nga të devotshmit. Allah e pranon jo nga vepruesit. Allah s'ka thonë Allah e pranon nga vepruesit. Kush vepron e pranon? Jo. Allah ka thonë e pranon nga të devotshmit, nga ata të cilët ishin vërtet të devotshëm në adhurimet e tyre, vetëm për ta kërkuar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Selefi kështu ishin parët tanë, gjyshrit tanë, gjeneratët e para të muslimanëve. Ato kur veprojshin të nderuar, u mundojshin që t'i bojnë veprat sa më të përkryera. Jo shkele shko. Për ata ndër veprat më të dashura të pejgamberit sa ishin, që ai thot veprat
Thot pejgamberi thot veprat më të dashura te Allah janë ato të cilat janë më të përsosura, më të bëme të mira. Thot dhe pasi që i bajshin veprat në mënyrën më të përkryer, thot ato pastaj ja kujton thot ishin të preokupuar edhe duke lutur Allahun me preokupimin më të lartë që Allah t'ia pranon veprat. Disa prej selefit thoshin kanu li qabuli al-amal ashad minhum ihtimaman bil amal dhati. Derisa nga selefët thot më shumë ishin preokupuar masi që e bëshin veprën që Allah t'na i pranon se sa vetë veprën duke e bë. Se duke fundit veprën, unë me konë vepra edhe nafile, ndësh e ban, ndësh se ban. Ndërsa masi ta krysh një punë, ta jepsh mundin, ta mirësh kohën tënde, atër normal se on shumë ma preokupuse për besimtarën e të menqurin që thot, o, Zot pranoma këtë pasi që u mundova pra. Thonë disa nga selefët, sikur ta di që Allah ma ka pranu një vepër sa kokra e grurit, do t'isha i knaqër, apo do t'ishte ma e mirë për mu se këtë dunjoj dhe qka kanë ta. Gjithashtu kanë thonë disa, sikur ta di që Allah me ka pranu 2 rekat, do t'isha i knaqër me këtë atë qka bëj pastaj masanina. Pse? Për shkak se e kanë di se Allah po të pranoj një vepër, Allah t'ka falë. Pranimi i Allah do të thotë Allah t'ka falë. T'ka falë ti si person. Pse? Se ti e rëndit në radhën e besimtarëve të devotshëm. E devotshmit janë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, janë të falur nga Allah xhelel xhelal. Allah ka thonë inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah e pranon vërtet për të devotshmive. Ka thonë Abdulaziz ibn Abi Rawat, thot kam zonë thot gjenerata para meje çka banshin thot vepra u mundojshin me bëj vepra të mira, me zellin më të lartë. Dhe pasi që i veprojshin, thot i kapte thot pastaj një mërzi, a thu vallë Allah do të na pranon apo jo. A thu vallë do të na pranon apo jo. Për ata dhe thoshin disa nga selefët, kush është ai i cili e ka pranuar Allahu që ta përgëzojmë dhe të shkojmë dhe ta përgëzojmë në shtëpinë e tij? Dhe kush është ai i privuar nga kjo mirësi e Allahut, nga ky Ramazan, nga kjo mundësi e artë që shkojmë ta ngushëllojmë? A ka ngushëllim më të madh se të vjen një muaj mundësi për ta fituar dunjën dhe ahiretin tonë? E në veçanti ahiretin tonë. Dhe tipët një bonus plus, tipët një jetë, komplet një jetë për një natë, kush ai i privuar, ka më të privuar se ky. Nuk ka në këtë dunjë më të privuar se ky. Për shpërithjat e fundit nderuar është mos mërzitet besimtar. Edhe pse na mundohemi të bëjmë veprat tona, lutem Allahun që të na i pranon. Edhe pse është natyrshëm të mërzitesh me kalimin e besimtarit, me kalimin e Ramazanit, me kalimin e çdo mirësie që ka kalon. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i mjekoi pra këtë mërzi. Na i mjekoi këtë mërzi. Dhe na i boni gjitha veprat që ka i ngërthen në Ramazanin vetveten e tij, na i boni pra që të jemi në aktiv në gjatë vitit. Qysh për shembull? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të mërziturin që i kaloi Ramazani boni me një herë në muajin Shawwal, kushdo pra me agjeru 6 ditë. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, man sama Ramadana thumma tabi'ahu 6 min Shawwal, kana siyamu ad-dahr. Kush agjeron Ramazanin edhe pastaj e pason thot me 6 ditë muajin Shawwal, është sikur që ka agjeru tani jetën. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e la pra i dha mirësi, i dha vlerë ditës së Arafatit. Ditën e Ashurës edhe një ditë para asaj, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush agjeron ditën e Ramazanit, thot shpresoj që Allah që këtë falur me katë të kaluara. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam boni që agjerimi më i mirë pas Ramazanit jetë agjerimi i muajit Muharram. Tha alayhi salatu wassalam, afdalu siyamu ba'da Ramadan shahrullahi al-Muharram. Agjerimi më i mirë, më i vlefshëm te Allah është agjerimi i muajit Muharram. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam agjeron të ndërmuajt më shumë që agjeron të pas Ramazanit ishte muaji Sha'ban. Thot Aisha radhiyallahu anha, nuk ka agjeru do një muaj pensëm komplet jashtë Ramazanit dhe nuk ka agjeru do një muaj më shumë se sa në muajin e Sha'banit. Këto ishin pra agjerimet, ditët, muajt që ka pejgamberi sa më ju dha vlerë, kush don pra që ta vazhdon këtë adhurim gjatë gjithë vitit. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam agjeron të mrena javës të honën dhe të ejtën. Dhe thonë të këto janë ditët që ka ngritën të veprat të Allah subhanahu wa taala, dhe nuk kam dëshirë që të jem agjerueshëm këto dita. Gjithashtu tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, 3 ditë në secilin muaj i boni
të vlefshme të njëjtën kohë, që quhen ditët e bardha, ditët e 13, 14 dhe 15 të muajit hënor. Tha alayhi salatu wassalam, sum, i tha Abdullah ibn Amrit, tha agjero, thot 3 ditë në muaj, thot për shkak se abguton veprat të paguhen 11. Dhe kështu që ka me të llogarisë kur ka agjeru tani jetën. Pse? 3 ditë në muaj i bie sikur një muaj me agjeru komplet. Këto pra sa i përket agjerimit nderuar. Sa i përket namazit natës. Namazi natës është në muajin e Ramazanit, por ajo nuk mbaron me kalimin e Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ajo porosis thot me namaz natë, por shkak se është thot ajo është një vepër e njerëzve të mirë para jush. Ajo është afrim te Allah, që ta afron te Allah xhela xhelalu. Namazi natës është ka ja ufshin thot mëkatet e juaja. Namazi natës është një pengesë mes juve dhe mëkateve të njëjtën kohë. Pejgamberi sa namazin natës e quajti nder dhe krenari e besimtarit. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, atani Jibril faqal, më tha erdhi një ditë Jibril alayhi salam dhe më tha, ja Muhammed, jeto sa dush një ditë ta kemë vdek. Tha duje ka dush një ditë ke munda pe ti. Dhe thot vepro çka dush ki mu llogari për ato vepra. Thot di thot se nderi besimtarit është në natën, namazin e natës, dhe di se krenaria e tij është të mos pas nevojë njeriu nga njerëzit, por vetëm nga Allah subhanahu wa taala. Por sa i përket Kur'anit Kerimit, të nderuar, nuk mbaron leximi i Kur'anit Kerimit dhe lidhja jote me Kur'anin Kerimin vetëm në muajin e Ramazanit, por gjatë gjithë jetës tonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ai që lexon vetëm një harf nga Kur'ani ka 10 sevap. Kjo nuk lidhet vetëm në muajin e Ramazanit. Muaji i Ramazanit, të nderuar, pra është i shton për te kësaj shton veprat. Dhe ka mundësi të arta tjera, ndërsa adhurimet kanë vlerë gjatë gjithë muajit. Gjithashtu nderuar ai cili posedon, ai cili dëshiron që qafa e tij apo jeta e tij apo koka e tij shpëton nga zjarmi i xhehenemit. Kë nuk kërkon vetëm Ramazani apo kuton një mundësi dhe kaloj pra. Jo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, hadithin se transmeton Enes ibn Malik, tha kush i dëshiron thot, kush falet thot 40 ditë. Dhe kush do me zbatu këtë hadith në të ndëgjon. Kush falet në xhami thot 40 ditë thot në xhami me xhamat, duke zënë thot tekbirin fillestar të imamit. 40 ditë pa pkut. I ka thot ditë distancime çka ja jep Allah subhanahu wa taala. E para është distancimi nga nifaku, nga dyftërsia. Dhe distancimi i dytë është nga zjarmi i xhehenemit. Njëna është për dunjë, njëna është për ahiret. 40 ditë kush falet në shtëpinë e Allahut, në xhami, duke zënë tekbirin fillestar, pa pkut hiç, thot i jepën të ditë mira. Pra kjo është mirësi e tanvitin jo vetëm e muajit të Ramazanit. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam diçka edhe më të lehtë se kjo. Ka thënë kush i fal 4 rekat sunnet para farzit të drekës dhe 4 mas farzit të drekës, jo 2, 4 me një rivayet tjetër. Thot ai thot kam i shpet, Allah kam ja bë haram zjarmin e xhehenemit atij. 4 rekat. Kush e fal me këtë niyet, në mënyrë të vazhdueshme, ka me emrin këtë mirësi të Allah subhanahu wa taala. Të çajturit për Allah subhanahu wa taala nuk duhet që të jetë vetëm loti jon vetëm në muajin e Ramazan, por na adhurojmë dhe çojmë për Allah subhanahu wa taala i cili është do të jetë tanvitin. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam la yalijin nar rajulun baka min khashyatillah. Zjarmi i xhehenemit ka për ta prekur një person që ka qenë për hir të Allah subhanahu wa taala, i cili der lot për Allah subhanahu wa taala. Një nga 7 grupet e njerëzve që do të hinë në hijen e arshit të Allahut ditën e Kiametit do të jetë edhe ai i cili është në vetmin vetëm me Allah dhe përkujton dhe përmend Allahun xhalla xhelalu derisa i rrjedhin të lot atij. Pra një njeri i cili qan për Allah subhanahu wa taala, do të thonë nuk do ta kap zjarmin e xhehenemit, dhe thotë pensam wala yashmu ghibar fi sabli wa dukhan nar jahannam. Dhe nuk kanë më bashku thot ploni i luftës në rrugës Allah subhanahu wa taala dhe timi i zjarmit të xhehenemit në asnjë mënyrë. Këto janë veprat nderuar, veprat të cilat i kanë ngërthyer Ramazani në vetveten e saj. Por na e pam se me kalimin e Ramazanit këto vepra nuk mbarojnë. Ka kaluar mundësia që të na shtohen edhe më shumë veprat, ndërsa nuk ka kaluar asnjëherë adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Lutim Allahun xhalla xhelalu xhalla shanu që Allah azza xhel të na pranon veprat e këtij muaji. Lutim Allah subhanahu wa taala që Allah azza xhel
të ban këtë agjerim, këtë muaj, ditë kthimi dhe ndryshimi për ne dhe për gjithë umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra për çdo mangësi, për çdo tmet, kërkojmë halallin ndaj njëri tjetrit. Edhe unë ja bëj halal për çdo gjë. Allah i nderoft, Allah i shpërbleft, Allah dhash mirë në dunjë dhe në ahiret. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.